Marrëdhënia mes Ilirit dhe Kristit ka qenë një ndër marrëdhëniet më të tensionuara të kësaj jave në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5. Ajo që nisi si bashkëtesë normale u kthye shpejt në përplasje të hapur, me akuza, keqkuptime dhe shumë dyshime në lojën e njëri tjetrit. Gjithçka shpërtheu pas disa bisedave të bëra në prapaskenë. Kristi u shpreh se ndjente që Iliri po luante në mënyrë të fshehtë, duke thënë një gjë në sy e një tjetër pas shpinde. Kjo deklaratë u interpretuar nga Iliri si akuzë direkte dhe mungesë respekti. Prej aty, tensioni mes tyre vetëm u rrit. Në një përballje të drejtë për drejtë, Iliri akuzoi Kristin se po viktimizohej për të marrë simpati nga publiku dhe për të krijuar narrativ në lojë. Nga ana tjetër, Kristi u përgjigj duke thënë se nuk kishte frikë ta thoshte hapur mendimin e tij dhe se nuk ishte aty për të bërë çefin askujt. Debati mes tyre u shoqërua me tone të larta, ironi dhe replika të forta. Banorët e tjerë u përpoqën të ndërhynin për ta qetësuar situatën, por përplasja kishte shkuar tashmë në një nivel personal. Besimi mes Ilirit dhe Kristit u thye plotësisht. Pas këtij momenti u vu re një distancim mes tyre. Ata shmangnin bisedat, nuk bashkëpunojnë më dhe çdo situatë e vogël shihet si provokim. Në Instagram, publiku nda në dy kampe, disa në mbështetje të Ilirit për qëndrimin e tij të fortë dhe të tjerë në krah të Kristit për sinqeritetin dhe drejtpërdrejtësinë. Aktualisht marrëdhënia mes tyre mbetet e ngrirë, duke e qartë se kjo përplasje do të ketë ndikim të madh në lojën e javëve në vazhdim. Një gjë është e sigurt, Iliri dhe Kristi nuk janë më aleat, por rival të hapur.